Fillojmë një pasë të re, më serioze dhe vendimtare në luftën kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit, reklamimit agresiv dhe keqpërdorimeve që për vite me radhë kanë shkaktuar dëm ndaj qytetarëve, veçanërisht ndaj të rinjve, fëmijëve dhe familjeve, tha gjatë një preskonferencë zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi, pasi qeveria merretoi propozim ligjin e ri për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi i mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve. Sipas saj, fokusi i këtij ligji është i qartë, mbrojtja e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve. Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rrezeje prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, videolotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit. Institucionet tashmë po ndërmarrin aktivitete kundër bigjozit ilegal online, tha zëdhënësja e qeverisë. Sipas saj, deri tani janë mbyllur 358 platforma ilegale të huaja online. Bëhet fjalë për platforma që kanë funksionuar pa licencë, pa kontroll dhe pas një mbrojtje për qytetarët. Ulëmtimet tregojnë trende shqetësuese tek të rinjt. Një analizë e Institutit të Shëndetit Publik e publikuar në dhjetor të vitit 2025 tregoi se 25% e nxënësve kanë luajtur lojra të fatit gjatë 12 muajve të fundit. Bigjozi online është i pranishëm tek 15% e nxënësve, me dallim të konsiderueshëm mes djemve 21% dhe vajzave 9%.